Unë dua të them që me ne sot do ta kemi zonjën Arieta Dragusha, e cila është menaxhere e komunikimit në Germin, organizata që po ndërton ura reale mes diasporës dhe vendit të origjinës. Do të flasim për ndikimin konkret tek të rinjët, për programin Origin AL dhe për mënyrën se si një përvojë dyjavore mund të ndryshojë krejt perspektivën e një brezi. Për të gjitha ata fëmijët që për shembull ndoshta nuk e kanë ndonjëherë shumë prindërit. Po prindërit e fëmijëve, domethënë se kjo është për të rritur, është program për të rritur që ndoshta nuk munden që t'i drejtojnë shumë të informojnë për vendlindjen atë dhënë, apo nuk dinë, domethënë nuk i ndodh shpesh edhe vizitojnë origjinën. Unë do thoya ndryshe, do thoya Valbona, ata kanë dëgjuar shumë. Por ja që është momenti për të ballafaquar dhe për ta prekur, për ta nuhatur, për t'i futur shqisat në përdorim. Një temë që prek çdo zemër të familje shqiptare që i ka rënë jashtë vendit. Shpresoj që regjia tani do ta kemi edhe Arietën. Mirëmëngjesi Arieta dhe faleminderit shumë që u zgjove së bashku me 19-11. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Zonja Arieta, unë do doja që fillimisht përpara se të kalojmë tek projekti juaj i shumë pritur, i uroj dhe mendjen ndritur do ta quaja, që është një mision kombëtar shumë i mirë ky, të cilin e përgëzoj personalisht. Unë do doja që të diskutojmë në lidhje me temën të cilën e kemi hapur për ditën e sotme. Në emision kemi temë të ditës që diskutojmë çdo herë me të ftuarit. Dhe sot e kemi ndarë temën, e kemi kështu: 2 a dhe. Kush jam unë kur më pyesin nga je? Dhe kjo bëhet fjalë për gjeneratën e dytë, të cilët jetojnë pikërisht lidhet edhe me misionin tuaj që e keni. Mund ta quajmë edhe pak shumë si krizë identitetit, mirë po nuk është në fakt sepse... Që kanë dilema ta quajmë. Po, dilema më shumë. Si mendon ti Arieta, 2 a dhe kush jam unë kur më pyesin nga je? Si e trajtojnë të rinjët mërgjimtar në diasporë? Është temë shumë interesante dhe besoj që ne jemi përballur shumë shpesh me këtë temë, sidomos nga të rinj që vinë në programin tonë original. Dhe shpesh ata nuk, kur vinë, janë pak skeptik mbi origjinën e tyre, ndoshta edhe njohurit rreth vendlindjes, por vendlindjes së prindëve në fakt edhe gjyshërve. Por pasi që marrin pjesë në program, kthehen me një ndjenjë shumë më të fortë përkatësie. Kjo është e bukur. Kjo është e bukur, të paktën programi e kryen atë funksionin e tij në fakt, i informon të rinjt se si funksionojnë gjërat në adhen e prindërve apo edhe të tyren. Mirë po mbi të gjitha është që me të vërtetë të njoftohen me kulturën të cilët janë të rritur duke dëgjuar storjet e ndryshme të prindërve, mirë po mbi të gjitha tashmë edhe ata e përjetojnë. Arieta, unë dua pak të ndalemi tek original, apo unë si që lexoj Origin AL, është një program, mirë po na trego pak a shumë si ka lindur ideja, që sa vite po mirën jeni në Kosovë dhe në Shqipëri dhe tashmë në Maqedoninë e Veriut, nëse nuk gabohem. Na informo pak më shumë për këtë program. Vetë fjala original, në logo e kemi Origin AL, do të thonë origjinë shqiptare. Do të thonë original është një nismë e përbashkët e organizatës Germin dhe Global Albanians Foundation, e cila është një organizatë me bazë në Amerikë dhe udhëhiqet nga filantropi me origjinë shqiptare Mark Cosmo. Si ka lindur original ka lindur nga një nevojë që ne e kemi pa vazhdimisht, ku shumë të rinj të diasporës e duan vendin e tyre, por e njohin vetëm përmes, si që the edhe ty, përmes rrëfimeve të prindërve ose pushimeve të shkurtra verore. Çka kemi dashur ne, domethënë kemi dashur me u dhënë aty në një përvojë të strukturuar 2 javë të plota, ku ata jo vetëm e vizitojnë vende, por takojnë institucione, aktivistë, stepërmarrës dhe bashkëmoshatarë të tjerë, që jetojnë ndoshta edhe në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë të Veriut. Ata diskutojnë, pyesin, sfidojnë edhe kuptojnë realitetin ashtu siç është. Domethënë, është me rëndësi të theksoj ndoshta që programi është pa pagesë për ta, sepse ajo që besojmë ne është që kjo përvojë duhet të jetë e qasshme për të gjithë. Që sa vite organizohet ky, të themi, projekt, program? Që kur ka filluar, të themi, origjina, për kur ka filluar? Programi original ka filluar si ide, është konceptuar gjatë pandemisë, mirë po nuk kemi mundur ta realizojmë dhe ka filluar realizimi i këtij programi nga viti 2022, ku fillimisht e kemi pasur vetëm një grup gjatë vitit 2022, në ndërkohë deri tash i kemi saktësisht 8 grupe që kanë përfunduar. Vetëm vitin 2025 kemi pas 3 grupe që kanë ardhur në tur në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut.
Fantastike. Që është shumë interesante, kjo më pëlqen ideja sepse pak më parë diskutuam me Valbonën, është momenti kur t'i fusim të gjitha shqisat në përdorim. Edhe pse i kemi të dëgjuara nga prindërit, nga gjyshërit, flasim po e bëj vetën si kur po jetoj jashtë shtetit, por është një emocion sepse po i lidhim ngushtë me tregimet, me kulturat, me zakonet, po shkojnë, domethënë sa zgjatën si periudhë dhe kush janë ata të cilët kanë mundësi që të konkurrojnë. A ka dhe një grup moshe të caktuar sigurisht? Po, mosha është 18 deri 24 vjeç që kanë të drejtën të aplikojnë dhe të marrin pjesë në këtë program. Kriter tjetër është të kenë origjinë shqiptare nga spaku njëri prind ose nga njëri gjysh. Dhe të mos kenë jetuar në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut për te moshës 13 vjeçare. Shumë interesant. Do me thonë, ju duhen sa më shumë të rinj të cilët në fakt me të vërtet nuk e dinë se si funksionojnë gjërat në vendlindjen e prindërve të tyre, mirë po me të vërtet është një mundësi fantastike sepse ne arjeta kemi edhe shumë shikues nga Mërgata, do me thonë në numër të madh, ndoshta ndonjëherë kemi më shumë nga Mërgata sa nga vendlindja, se nga vendlindja zgjohen pak më vonë, do me thonë se kemi më aktiv të Mërgatës. Janë ata. Mirë po janë në numër të shumtë dhe janë shumë nga ata janë ndoshta në moshën të themi të tretë apo në pensionim e sipër dhe kanë nipra, kanë fëmijë, domethënë të cilët të rritën në Mërgat. Dhe unë mendoj që me të vërtetë për të gjithë ata prindër, sidomos të ri që kanë fëmijë tinejdžer, pse jo mos i drejtojnë në një program të tillë i cili me të vërtetë i mundson që t'i rikthejnë në vendlindje, pse jo ndoshta më në fund të rikthehen në vendin e tyre. Të flasim pak edhe për programin apo komunikimin punën tënde që e kryen në Germen. Çfarë të themi kështu organizate është, çfarë shfrytoni më së shpeshti dhe pastaj dua të ndalemi tek historitë e fëmijëve. Ka tregime, rrëfime të fëmijëve sigurisht. Do një tregim interesant që ka ndodhur. Mua më pëlqen kjo 18 dhe 24, se ndonjëherë është mosha e adoleshencës, ku edhe mund të ketë edhe takime për çifte të rinj. Po dal ndonjë kismet, ndoshta rrugës. Ta quajmë kështu të tillë. Çifte nuk e di. Ndoshta ka ndodhur, nuk e di, por ajo çka është e rëndësishme të theksohet është se secili grup e mban shoqërinë për te i dy javësh. Sa bukur. Dyja. Do më thënë, cilët janë ato qytetet që vizitohen të paktën, ku shkohet, me çfarë njohtohen këta fëmijë? Institucionet e shumë të e përmende, mirë po... Do më thënë, në Shqipëri, në Kosovë, cilët janë vendet që vizitohen më shumë? Qytetet kryesisht vizitohen qytetet e mëdha si Prishtina, Prizreni, Gjakova, Peja, në Kosovë, në Maqedoni kemi vizituar Shkupin, Tetovan, Manastirin, kemi qenë për ditën e alfabetit në Kongresin e Manastirit. Dhe më thonë këto paka shumë janë qytetet që... Njohtohen me kulturën e dikurshme që... Po, patjetër. I dërgojmë në për muze, kalo, në për këto vendet historike, vende me interes turistik ndoshta. E kështu me radhë. Arjeta, unë dua të di nga cili vend kemi më shumë mërgimtar? Sepse dim që Gjermania më duket e synon, mirë po kohëve të fundit është edhe Zvicra pak a shumë. Sidomos në projektin origjinal. Konkretisht? Po dhe për fëmijët, mirë po interesimi më i madh nga cila pjesë. Mua më duket që duhet të jenë më shumë ata Mërgatës. jashtë oqeanit, më shumë më të interesuar. Ma merr mendja. Është e vërtet, ndoshta edhe për shkak të largësisë më të madhe edhe njohurive që ata kanë rreth programeve të tilla që organizohen nëpër botë, kemi shumë nga Amerika që aplikojnë, por mirë po edhe nga Evropa, pra ka dyshim. Si bëhet përcaktimi i fëmijëve, për shembull, a janë grupa të mëdha që bëhen apo ndoshta edhe nuk ka limit? Sa herë në vit organizohen, aplikimet nëse nuk gabojmë janë të hapura deri në mars, mirë po më shumë na informon për të gjithë ata që po na ndjekin dhe janë të interesuar që të drejtojnë fëmijët në këtë projekt. Aplikimet janë të hapura deri më 5. Kemi probleme lidhjen këtu edhe nuk... Do të mundohemi që të rilidhemi sërish për të marrë edhe përgjigjen e duhur. Të them të drejtë, Valbona, sinqerisht më emocionon ky lloj programi. Shumë i bukur. Është shumë... E kemi Arjetën? Më duket që po... Po, veç e pa tani... Kërkojmë dje se u shkëput pak lidhja, s'ka problem. Okej, në rregull. Mbetëm të pyetja data, do më thënë janë aplikimet të hapura, po? Po, aplikimet janë të hapura deri më 15 mars.
dhe i ftojmë të gjithë të rinjt, ose dhe prindrit që po na ndëgjojnë edhe gjyshrit që po na ndëgjojnë, t'i inkurajojnë fëmijët dhe niprit e mbesat e tyre të aplikojnë. Aplikimi është shumë i thjeshtë, bëhet online, është faqja origin.org. Ose në të gjitha rrjetet tona sociale ku edhe aty mund të marrin informata mbi aplikimin edhe website-in ku munden me apliku. A ka kriteret të veçanta për fëmijët të cilët mund të aplikojnë? Për shembull, a duhet ta njohin gjuhën shqipe mirë për komunikim apo? Absolutisht jo. Po? Nuk është kriter njohja gjuhës shqipe. Sepse kjo do të na kufizonte me pjesëmarrjen e të rinjve, se gjenerata 3 e 4 veç nuk kanë fillu pak ashtu. Ndoshta e kuptojnë mirë, po hezitojnë ta flasin, prandaj nuk është kriter gjuha shqipe. Arita, unë dua njëkohësisht të di pak a shumë edhe për ndonjë rast që ka ndodhur shumë emocionues. A ka pasur raste që fëmijët nuk kanë qenë asnjëherë në vendlindjen në adhënë e prindërve dhe kanë ardhur për herë të parë dhe janë emocionuar? A ka ndonjë rast kështu pak më emocional? Po, kemi plot raste të tilla që fëmijët kanë ardhur për herë të parë në vendet e origjinës tyre. E kemi një rast ku një vajzë, Kristin, tashmë e ka bërë edhe storjen publike në web faqen tonë. Vetëm para 3 viteve ka kuptuar që njërën gjyshe e ka shqiptare. Dhe ajo ka marrë pjesë vitin e fundit dhe ka qenë shumë emocionuese. Shumë rast interesant. Edhe ajo ishte me prejardhje nga cili vend? Nga Korça, gjysha e saj ishte me origjinë nga Korça. Ndërsa ajo jetonte në Mërgati. Në Kanadë, nëse nuk gaboj. Wow. Me kohë, me vite ka marrë vesh dhe pastaj po rikthehet në origjinë. Kjo është një gjë shumë e bukur. Është interesuar për prejardhjen e saj të stërgjyshërve, ka kuptuar. Kur ka apliku me dyshimin që nuk do t'i plotësoj kushtet, mirë, po ka qenë një rast shumë i veçantë dhe patjetër që është bërë pjesë e programit. Fantastike. Mua më intereson edhe një pyetje kam organizimi kur bëhet, kur vim pjesëmarrësit. Si bëhet organizimi që t'u thjeshtojmë edhe shikuesve tanë, ose ata të cilët po na dëgjojnë, si bëhet organizimi? I pritni, i sistemoni diku? Patjetër që i presim, i sistemojmë në për vendet e caktume, për hotelet e caktume. Vizitat janë gjithditore, do më thonë veç gjumin e bëjnë në hotel, për ndryshe programi është të jetë ngjeshur. Edhe kemi shku deri aty sa edhe mjekun e mbajmë me vete 24 orë. Do më thonë kujdesi maksimal. Një gjë shumë e veçantë. Po, shumë e mirë. Më intereson, kur takoheni me këta fëmijë, a kanë informacione mbi kulturën, mbi traditat shqiptare, mbi vendin? Disa nga ta kanë, po jo aq sa marrin gjatë programit, sepse programi misionin e ka të tillë, prandaj edhe kur ata shkojnë me një uri shumë më të thellë të rrënjve të tyre dhe të kulturës. A keni patur ndonjë rast më interesante sepse na ndodhen shpesh tek ushqimet, na duket ajo gjendja déjà vu. Kur ham diçka ose nu hasim diçka edhe sikur po na ngjallën atë sikur. A kemi kështu raste për shembull fëmijët, mendoj pjesëmarrësit të cilët keni qenë duke shijuar kuzhinën e ndryshme nëpër vendet shqiptare, kanë patur kështu emocione që kanë thënë sikur e kanë përjetuar këtë dikur? Po, sigurisht të kujtohen ushqimet e gjysheve, sidomos. Është fantastike. Kjo është e bukur. Unë Arita ishe duke diskutuar që nga mëngjesi me drejtorin se sa është e rëndësishme dhe se sa në fakt flitet në tryezat e mërgjimtarëve të diasporës, kudo që ndodhen shqiptarët, për kthimin e tyre në vendlindje. A ishe ndonjë si të them, ndonjë shkëndijë këta të ri që duan të kthehen në vendlindje ndonjëherë, apo ja u sjellim edhe apo ja u mundsojmë potencialin e duhur që ata të kthehen. A ja u hapim terrenin të paktën. Sepse ne që jemi këtu na kputen krah ca që kemi ndonjë ëndër, mirë, po ata që jetojnë jashtë, si mendon ti, a ka shpresë ata që do të kthehen? Kjo është edhe një qëllim në vete i programit origjinal. Edhe me shumë krenari, po e them se 4 rinj që pas programit janë rikthy për me jetu, 2 janë rikthy në Kosovë dhe punojnë këtu dhe një është rikthy në Shqipëri dhe punon atje. Wow, sa mirë. Ja që ka misioni po përmbushet. Duke marrë parasysh që pak a shumë është edhe një projekt shumë i ri, pasi që ka filluar që nga viti 2022, tashmë unë mendoj që po rezulton me shumë
me shumë sukses. Tash programi më duket që do disperzohet edhe në Maqedoni, në mos gabojmë ashtu e kuptova në fillim. Vetëm ka filluar, domethënë me qenë se kemi pas të rinë edhe nga diaspora e Maqedonisë së Veriut, diaspora shqiptare e Maqedonisë së Veriut, kemi vendosur që të vizitojmë edhe vende të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Shumë e bukur. Unë mendoj që do të ketë edhe interesim të mjaftueshëm, sepse ne edhe sot patëm mesazhe të shumta të cilët jetojnë në Kumanov, në Mërgat, domethënë janë të Mërgatës që po të ndryshme që na shkruajnë, mirë po jam e sigurt që edhe prindërit e tyre janë të interesuar që të drejtojnë fëmijët në projekte të tilla, pse jo mos t'i njoftojmë edhe më shumë me kulturën tonë. Arieta, cilat janë planet e originalit, të paktën të themi kështu 5 vitet të ardhshme? Të vazhdoj interesimi i tillë, të jetë ndonjë do të shtohet numri apo do shtohen aktivitetet më shumë? Po, projekte të zgjerohet edhe më shumë. Patjetër, planet tona janë të zgjerohemi më shumë dhe vitin e fundit i kemi pas, siç ju thash, 3 grupe, ne synojmë që të bëjmë 4 deri në 5 grupe brenda vitit, ose edhe më shumë nëse veç mundemi me ngrit fonde, sepse përderisa programi është pa pagesë, pagesën e bën dikush. Po. Mbështetje nga kush keni më shumë, Arieta, dhe a ka ndoshta edhe është një filantrop, ai themeluesi, më duket që e theksoi. Po, themeluesi është Mark Cosmo, është një zotënim me origjinë nga Korça, i cili ka lindur në Amerikë dhe ka themelu këtë programin. Këtë Global Albania Foundation, do të thonë fondacionin global shqiptar. Dhe ky program, siç thash, është programi i përbashkët i Germinit dhe Global Albanians Foundation. Në ndërkohë, mbështetësit më të mëdhenj janë shqiptarët në Amerikë dhe në Evropë. Padyshim, mirë po në Amerikë kemi më së shumti mbështetës. Domethënë, a keni tentuar që të ketë në ndeg të tjera, për shembull në Europë, që të vazhdojnë që financimi i këtij programi edhe të ketë një jetë më të gjatë, të ketë edhe aktivitete edhe më të shumta. Përveç se për momentin është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nëse kemi edhe disa punkte të tjera nëpër Europë, besoj që do të ishin mirëseardhura për ju. Në Europë zakonisht të bëjmë mbrëmje të mbledhjes së fondeve dhe aty njoftohemi me njerëz dhe ata mund të bëhen, si themi, mbështetës të programit. Arieta, gjatë cilës periudhë organizohen këto dy projekte dy javor? Domethënë, a i keni të përcaktuar apo ndodh varësisht në kohë të ndryshme, në stinën e verës, dimri pranë verë apo vjesht, apo është domethënë është aktuar kur ndodhin edhe shëtitet dy javore? Zakonisht dy ndodhin gjatë verës, dy grupe. Diku ka qershori dhe gushtinja. Dhe një kemi lënë për nëntor, kur janë festat e nëntorit. Fantastike. Ne themi festat e muarnicave. Emocioneve. Arieta, unë për fund dua të pyes se qëllimi që e keni, edhe pse pak a shumë përcjell, edhe qëllimi mirë po kështu si organizatë jo që nga mbrana antar që jeni, që ndjeni edhe më fuqishëm krejt të procesin e të rinjëve për të qëndruar në vendlindjen e tyre, mirë po edhe a duhet ndonjë mbështetje më e madhe dhe një mesazh për të gjithë ata prindër që ndoshta po dyshojnë se çfarë të bëjnë me këtë program, a t'i drejtojnë në fëmijët, një mesazh personalisht nga te. Nëse ndonjë fëmijë që na dëgjon ose ndonjë prind që na dëgjon. Është interesuar me prindët thotë ta shikojnë, prit ashtu. Si ta orientojnë? Do të thonë, nëse je i ri edhe po na ndëgjon, ose je prind që ki fëmijë edhe je duke na dëgjuar, atëherë edhe po dënë me njoft vendin ma shumë se sa përmes fotografive apo tregime familjare, kjo është mundësia. Do të thonë, 2 javë munden me u duk pak, por shumë prej pjesëmarrësve tonë ato kanë qenë fillimi një kapitulli të ri për jetën e tyre. Është fantastike. Një mision shumë i shenjtë do ta quaja, edhe ju përgëzoj për këtë mision të mrekullueshëm, edhe si organizator, por edhe për themeluesin, një gjë të cilën duhet përshëndetur edhe mbështetur të gjithë shqiptarët kudo që na dëgjojnë, uroj që të japim mbështetje sa më të shumtë, që të paktën ta kujtojmë të kaluarën tonë, të dimë historinë, të dimë doket zakonet tona, të dimë ato kromozone që i kemi, sepse ndonjëherë pa vetdije po i humbim, po asimilohemi, por të paktën kjo është një mënyrë shumë një urë lidhse mes origjinës dhe kush jemi fundi fundit.
Më rëndësishmja është që ne të krijojmë një pak u shkupët edhe lidhja, mirë po, më rëndësish drejtore që të krijojmë një shtet, një funksion të sistemit të cilët e mundëson që ata të rinj të cilët janë rritur larg, janë rritur në vende të cilat janë më të zhvilluara, të kenë, domethënë, prosperitet edhe në vendin ku ata të kthehen. Edhe një pyetje të fundit ka. Mundet. A ka pyetje pse shqiptarët jemi të ndarë në kaq shtete? Po, janë për pyetje të fëmijëve, domethënë të fëmijëve, të rriturve, mirë po, unë mendoj që pa ardhe dhe pa e parë situatën se si është. Nuk e dëgjova përgjigje. Tha jo, tha nuk e di, tha. Nuk keni përgjigje. Nuk e keni dëgjuar. Për atë po them që ndoshta kjo më shumë ndodh edhe me diasporën e fëmijë të ri që i kemi nga Maqedonia. Sepse pa ardhur me pas situatën në Shkup ata nuk e kuptojnë. Prandaj është pikërisht ky program. Arita, unë faleminderit shumë që sot ndave kohë së bashku nga të gjithë procesi që po organizoni me Original apo Original, një program që me të vërtet i bashkon të rritë nga diaspora për të njoftuar më shumë me kulturën, traditat, institucionet tona në vendet dhe rajonin ton. Mirë po mbi të gjitha e keni një kauz shumë të mirë dhe ju dëshiroj shumë shëndet dhe punë të palodhshme, sepse me të vërtet po e bëni një punë të mrekullueshme. Ushtofshin fëmijët. Ushtofshin. Shumë faleminderit juve. Faleminderit Kudo dhe që ke suksese. nevojë, por ne jemi këtu. Këtu jemi të hapur për këtë mision të ju mirëpresim fantastik. edhe në studio kështu me një ftesë të hapur. Ndoshta kur ta vizitojmë Maqedoninë e Veriut do të mund të organizojmë një. Uroj që gjithë të kemi pjesëmarrëse këtu në Me studio. gjithë që. Faleminderit shumë Arieta. Zoja Arieta, faleminderit shumë, punë të mbarë dhe suksese. Shumë faleminderit.